Të kthehemi pak të shti ke normaliteti. Se ne edhe kur kemi pas vdekje në shtëpi, kemi qa, kemi dhemb, kemi therë, por jemi kthy prapë edhe aty, me njeriun më të shtrenjtë, më të dashur, akoma mes nesh edhe kur s'është më me ne. Kur njerëzit vinë shprehin ngushëllime, kur nga dhoma e gjenazes janë qarjet, vajet, e prap ne kemi ditë flasim të kthehemi në normalitet ose të pretendojmë, të hiqemi, të shtiremi, keeping up appearances. Por duke u kthy prap në realitetin e përditshëm, $1 miliard ka bo ajo foto e presidentës son në Kosovë, e Vjosës. $1 miliard ka bo ajo foto. Udhëheqësit e shtetëve paguajnë lobe, vëllezër e motra, paguajnë pafundësisht pare vetëm që të bëjnë një handshake me presidentin e Amerikës, një dhënie dorë aty në fotografi. Sepse u forcon pozitën, është shtim çimenti, është shtim hekur e betoni në dikën që mos i marrin ata ujërat përpara të shpërthejnë. Vjosa Osmani, krah për krah, Donald Trump në këto momente. Edhe kur ishim mbledh gjitha ai ishte krahu i djathtë apo i malë s'ka rëndësi. Por jo vetëm krahu, po ishte ajo me të cilin të gjithë kanalet televizive që molun këta ku anë kanë botës i jepnin presidentin e vendit ku jetoj unë, me presidentin e vendit që du dhe ashtimi për gjithmonë kombiton në Prishtinë, Kosovë. Çfarë mrekullie, çfarë kënaqësie. Vëllezër e motra, çfarë shuplake syve kanë xhik është kjo për botën slave. Jo se unë du ta merrem ata për plagët që na kanë hap jetën më të kombët, i kanë hap plagë njëri tjetrit gjithmonë. Po për liksin që duan të na zhdukin një herë për gjithmonë. Për ata që na heqin e na mohojnë çdo gjë tonën etnike të vazhdueshme në Ballkan. Pra aq unë kënaqem. Jo për liksin që ç'na kanë bërë të vazhdojmë të bëjmë ne në shekuj, se smaron gjithmonë, po për ata që vazhdojnë na bëjnë slavët. Edhe më kënaq ky kemi një shqiptar që më kënaq shumë me këta, kënaqem shumë se sa lajmet. Ylli Çela. Ylli më kënaqi. I flet shumë bukur dhe thot shumë qartë. Dhe shumë pastër këto. Rreth Osmanit dhe rreth Kurtit. Që po të kishte Sami Gjoka mundësi e fusë dhe këta Çelën, Yllin, edhe Dretikun në të lapajnë, e fusë në grupin e njerëzve që du që të kishin frenat e kombit, ku kam Kurtin në ato planet e mija ndërimtar, Kurtin, Vjas Osmanin, Marin Memën, atë Dina si është një gazetari i Kosovës, Kocaqin, këto që edhe në shkenca dhe qoja me rusë me traktor, dhe qoja me rusë me traktor, dhe qoja Dalipin, të shkatron të përpara, kurse me kështu, me thesin, me farë, keni pa ju kur Prishtinë ndërtes, edhe pasaj do të bësh ta sheshosh me dhejë, ta mjelesh me barë. Unë këta përfederoj që po të kisha mundësi, të kisha fuqi, të shkatroje 2 akademitë e shkencëve, e me këto ja leja mision në Grand Dalipojt, me bulldozer.
Ama dhe jepi thesin me farbari Sazan Gurit, me delikatesën e tij, me dashamirësinë e tij që ka për kombin, me të krenarinë e tij që ka të vinte pastaj edhe të bonda të bukurit, të hidhë të faren e barit, mbjet qerdhe, me rimëngësh, që quhet Akademia e Shkencë, por edhe njëherë vlezër motër, çfarë kënaqësie, çfarë krenarie, sidomos kur unë pata sa goditje, si kam thonë njëherë, si ajo shqilmi kalit, apo thundre kalit që vrau regjën, qo biro, qo djalo, qo birina në sot, diçka e tillë. Më kënaqi kjo vjosa, fotografia vjosës mëra me Donald Trumpin, por edhe me erdhi mirë edhe për këtë palloshin tonë, se thënë, se mu nuk më intereson shumë, në qoftë se këtë palloshin tonë Edi Ramën, për biznisë apo për pislikja, çfarë do që të bëj me Trumpin, po ta bëj me Trumpin këto maskaret me t'ja japin Amerikanëve, se këto posjedhen Amerikanëve po e shesin çdo gjë tonën turqëve, kinezëve. Kështu që edhe në qoftë se është biznes e po na shesin pronët që ne i kemi lënë djerë, më mirë t'ja shesin Amerikanëve se sa turqëve e kinezëve. Po inshallah s'na presin bez. Po në qoftë se Edi Rama i bën këto, të paktën ka për të shit t'ja shesin këtyre të fuqishmeve në Amerikë. Ore, po jo kam falë për maskarej, pesëllëqet vetëm forsoni pozitët dhe lidhet me Amerikën, se s'kemi miq atë skund në botë, për çështjen tonë kombëtare. Sa më gjoka jo për shnet, së ndërë dhe që shkrehe në zyrë, të kthehem në realitet, se kam hongër dajak, më kanë vu për para, edhe një mendje më thot, pata lonin i herë, lonin e Bedriot këtu, kur pata një çështje që bëm zoom, edhe i thash lonit, me gjithë dritin nuk e di me, si thash të zyra se të gjoni, edhe nuk fitova edhe atëherë, se është shumë e vështirë të japin të drejten. Edhe tha loni, po le, sa mi këto, mos lufton. Edhe nga herë kur kam këto që m'japin ndajak edhe kur bona krediorin për vete, që ka qenë të mërshme, që s'ma mërmenje që gjukatë si vetë, që deshet më kundërshton të dhe pale kundërshtare, avokatët haronin shpesh, kur unë flisja, edhe vemte gjukatë si dorën kështu dhe mshifte me babësi, me habi, edhe ato avokatët kundërshtarë haronin, tak kujtoshin, ure për që më bënda, edhe fillonin pasaj me ato pyetjet, pra, kam bën një punë aq fantastike sa edhe ato, që nuk donin të gjohet fjala haronin nga herë, ma gjepseshin, edhe gjonë vetëm kur i binte mend, ore, po ky po në shkatron, edhe, por e kisha llafin, du t'i haroj, t'i loj pas, edhe dishka në shpirt më thot, nuk mundesh, apeloje, problemi është që të çdo gjë që ka bo gjykatë se dje edhe gjykata, kjo gjykata komplet, për ka që ka me mu, është e apelushme, janë bo shkelje për të shëdërjale, janë bo shkelje të ligjeve, është e papranushme, edhe janë gjithë shto që është çështje për apel, por problemi është që edhe bota që është në apel, janë po këto, janë njerëz fantastik, janë gjykatë, si s'ka, po do të majnë edhe vendin e tyre, dhe kur janë gjykatës të mirë, më mirë të majnë vendin e tyre, edhe nga herë, quhet, jo kam thonë shpesh, ju cilit të herjanisëm. Në qoftë se zemë, ne kemi një sëlmu si broja, po Agron Hoxha pash një ndeshje me Dinamërës së Grebit, mërama aty se thash qaf gjona që luj mirë. I kemi të mrekullueshëm, bën një gabim, thot një koment që s'ja vlen, që t'inglan keq, e zemë që s'ka një lloj polemike midis shqiptarët dhe Rio dhe Jugut, e zemë fjala vje.
Edhe nuk mund të heqim nga kombëtarja për këtë gjë, se kemi lojtarë të mrekullueshëm. Kështu dhe gjykatësit e mirë, unë nuk du të penalizohen. Për shembull, kjo gjykatësja që ishte dhe me mune shifjes, asaj vin të keq, po ishte të dërome, që bënd ata kundër meje, dhe më vjen keq për shembull që një gjykatës e tillë të humb punën thjesht se ka qenë pa drejt me mua, nëse është një gjykatës e mirë, duhet të rrihet. Por këta i kanë thes, vëllezër motër, por thashun që du edhe ta çojnë apel. Gjoja ta ngrejnë apel, të luftoj padrejtësinë duke menuar që na njihet janë apel, mundët mos e përqafoj këtë lloj padrejtësie në forumet e drejtësisë, por mund të jetë komplet gabim se ata i kanë thes dhe gjykata e apelit mund të dali me vendim kundër meje, edhe këto maskrej pastaj kërkojnë edhe shumë më shumë. Ato ndoshta dje sa të dinin kur ka marrë dhe si ka marrën, ato ndoshta këta kërkonin, se këtu ISIS quhet, që quhet këta, po i morin këta njerëzit që janë nga vendet e huaj, i lidhin edhe s'u japin edhe, i lidhin duart dhe s'u japin asë kohën që të shpjegohen edhe i çojnë i dëbojnë. Kështu që për këtyre çfarë nuk pret. Po unë kështu jam. 50% në shpirt klith dhe bërtet, që shkon ngrije prap. Po çfarë? Kujt i bjen? Shko bjeri grushit me kokë, murit me kokë. Nga ana tjetër më thot një sot tjetër, lej të shkojnë. Harroj. Edhe janë të poshtër, bota është e poshtër. Për shembull, kur marrum çështjen që unë nuk e dija që gjykatësja do të hiqte gjithë bazat ligjore që i la, që ne të diskutonim, të vërtetoj unë për 3 ditë para gjyqtarëve, i la. Edhe ku unë mendova tash që i hoqi, që s'do të hiqte kur i provova, edhe më lodhëm ne aty dhe po diskutonim se çfarë çështje mendonte pala kundërshtare ato gjykatësit, avokatët. Edhe ky që kam prit Amerikën, ky maskaraj që është sjell shumë keq edhe shumë ashpër me llaf, ky bën të pyetet aty. Dukesh djalë i ri, mund dukesh ke 35, pa të dukshën si është Almira, sikur sa kishin dalë nga shkolla, se janë majtë mirë, s'kanë vujt si sapi gjoka. Edhe mund dukesh si kalamajt e mi. Edhe i thashëm, si që jam unë me shpirt mirë, aty, i thash gjykatës, zotë gjykatës, unë mendova që i fitova të gjithë atë. Po të mos i kishte heq kjo gjykatës që në pel. Thash, shiko zotë gjykatës, unë thash jam 64 vjeç, thash ti. Për mua nuk ka rëndësi, për mua ka rëndësi vetëm që fitova. Këtu janë thashun 3 defendant. Është kazina, është kompania që pronare e kazinës dhe pronari. Këta kanë bolu thashun gjatë gjithë kohës për 5 vjet me heq pronarin, unë si kam leju dhe kam fitu deri tash. Po unë thash këta kanë jetën përpara. Njëri për këtyre ka ardhur nga Texas vetëm për këtë. Është heq prapë sot, ai sa e ka marrë çështjen, edhe sot e bën dorësimin nga ai prapë në Texas, ai që ka profesor kompaninë. Po dëgjoni se çfarë thash, me çfarë shpirtëmirësie, duke menduar që unë fitova me të gjitha. Se së dije që do t'i priste gjykatës, thash, këta janë të ri, kanë karrierën përpara, kanë jetë përpara, jeta ime po më haron. Unë thash, gjithë këto çështje që fitova, se jam i sigurt që juria do të vendosë në favorin tim dhe do vendoste. Thash, unë vullnetarisht thash, duhet që të hiqet David Kurdishi është pronari, që edhe këta të kenë diçka, që të justifikun që bën diçka ne, që e fitum. Edhe e hoqën vullnetarisht të dëm. Edhe prap, këta kërkun pastaj, kur gjykatësia i holli që gjitha, se ishte po plani, kërkun që edhe ato attorneys fees thonë në gjithë shpenzimet që kemi po ne si avokat, ti paguaj sa mbi gjoka dhe thash, po si tjetë ke botë ka që poshtër? Edhe këto të ri që unë mendoj që janë të pastër në shpirt, të ri, se mendoj se sa më shumë jeton njeri o shumica e njerëzve aty fillen e prishën. Edhe thash me vete si bën vaki, që kur ti ke diçka dhe po i jep një gjatë madhe, se po mos i ke ishte heq juria, ishte
ishin milione dollar, edhe unë e huqe me i herë, thash njënin hiqe këto, thash që t'hikin nga, mos t'hikin, thash kanë humbë një prose, litigant, prose, e thonë që s'ka avokat, edhe që s'flet as anglisht mirë, thash, është shkatrimtare, thash për këta. Mi pun thash edhe fjalë që më shpëtoj, për mund t'jetë duk fërdoskes për këta kalamaj, për në kuptimin nuk e thash në mënyrë kalamaj, e thash në kuptimin, fëmi kalamaj, do t'ketë t'inglu keq, për nuk e thash në atë mënyrë. E thash, for these kids, se ke përsysh, kids e thanë këta, për këta fëmi, në rritje sipër. Edhe, por, e ditën për nderë, jo, hysh, si kur s'lodhe e zgjo, u hoqe me fjallën time, e hoqen, edhe as thank you, as gjo, po për herë, unë ngritën, ta shi që dhe David është heq, që ndoshtë do e hishtë dhe gjykata vetë, pa fjallën time, tha në kërkojmë, tha, kret, tha, legal fees, me lafu u heq kë, pas ka qenë katë, çdo gjë që ne kemi bo për të mbrojt këtë person, ta shi, këtë në paguj paret, në vend që të thoshte, edhe në qovë se kishe drejt të kërkonte këtë të heshte për të bamirësin që unë i thash që s'ja jep kush në botë. Kjo është bota që jetojmë. Por edhe njëherë, unë jam armik i madh i Edi Ramës dhe jam bo armik në kohën kër mbrojti Belinda Balluku, mbrojti Hajdut Liqi, atje për gjana tjera. Kam qenë armik për vdekje, sa më shtuk mu që nuk kam majt krahun Albin Kurtit, edhe më është dukë si ku ka qenë më shumë mik i Vučićit, por të Vjosa më në gjanë që është sjell me shumë respekt. Edhe me qenë se është sjell me shumë respekt për Vjosën, aty s'mund të akuzoj. Aty nuk kam që them për Edin, për Ramën, sa herë është taku me Vjosën, është sjell shumë mirë. Edhe ashtu si që ta kanë të sjellet me motrën e vetë. Por, në qoftë se ai, edhe kriminal si mund t'jetë, është në gjendje, ndoshta qoftë dhe më Sezanin, që të krijoj raportet mira, e të ngushta të afërta me Trumpin, me familjen Trump, kjo inshallah është për të mirën tonë, për të forcuar pozitët e tona, edhe si shtet shqiptar edhe si kamp. Po që se kjo shkon në këtë lloj formë, unë do doja po t'isha unë në krahun Berishës në këto momente, po t'isha unë krahun e Berishës, duke ditë që Berisha vetë nuk vjen për shtet, por duke dashtë mirë në kom, vetë në qoftë se don, do të kisha hesht në këto momente, do të kisha hesht, nuk do të kisha bërë ti të herrin zyre dhe prit turmët që vinë, do t'i qetësoja dhe pris një herë, se ndoshta Amerika e don këtë, ne duam t'i marrim pushtetin, por ne nuk duam të dëmtojmë Shqipërinë që ose i vjen ajherë shansi. Është koha, është momenti që ka ardhur një huj, ti grindesh, je gati me u rraf me vllanë tat aty në shtëpi tate. Vllanë e vogël, që i futoj akses të kthe dorën, që ose akoma ka njerëz që dinë atë që më i madhi të jep edhe dajak. Po ti nuk e bën këtë rrafje kur ke një mik të huj. Ne tash kemi ca miq aty. Kemi atë Kushnerin, kemi Ivankën, kemi këta kontratat që përbohen bizetimet, ishte kjo e paqes ku u thrit Vjosa Osmani. Unë nuk mendoj që duhet boshin këto tashti për Berishën, edhe Berisha bën edhe kështu plane strategjike të dobta. Berisha e ka Trumpin në krahun e vetë si i djathtë e kam llafin, por ti mos e prish në momentin që ai duket që po don me qenë afër Ramës, tërhiqet ti se humpi këtu rrenë edhe ty. Prit ti do të presësh edhe vetë momentin kur s'është moment strategjik. Ke moment, i ke dal ushtrisë armike në prit, por ti kur shef që ushtria armike pas ka tja sipër që të ka edhe ty më në rrezik një batalion tjetër që të shkriga ty para se vrasësh këta që kanë prit të ndronë, ushtari i mirë, oficeri i mirë, strategu i mirë ndronë planin, adoptohesh. Berisha edhe po së deshi e dheun, që s'besoj që shkojnë dhere tje, që së du në kombin dhe dheun, edhe po së deshi, thjesht për interese dhe veta, në momentet të tilla duhet t'i kalkuloj mirë këto,
për arsye se humb pikë, jo vetëm për veten e vet, por humbin për gjithë këto demokratët e ndershëm që mund të ketë sa dhimbje, por në momentin kur ti e shef, si për shembull ky idioti, ky që mahet për avokati madh që e kishte unë kundërshtar, ai humbi pikët aty me një nga këto dëshmitaret e vet, sepse dëshmitarin e ty në gjyrë që në ktheva, mos i dhash daja ke herë në fillim, e nisa bute omël që mos të ndjente, që po edhe dërsa u qetësuaj, se erdhë më përgjigjerept. Mos u qetësu, pastaj fillova të përgënjështroj atë që tha, edhe shkatrova me atë që tha, edhe pranoj pastaj atë që doja unë. Edhe kur pranoj atë që doja unë, pastaj thashun, Zoti Çevës për shembull, a është vërtet që ti dhe unë si me të kuas njëherë një jetë për para këtij incidenti? Po, thoshte ai. A është vërtet që ti s'ke pas asnjë lloj problemi me mua? Po, thoshte ai. A është vërtet që ti mas incidentit si taku njëherë me mua? Po, thoshte ai. A është vërtet që ti atë natë kur ke qenë për shembull në kazino ndodhi kjo, ti ke po punën tate dhe jo për diçka personale ndaj meje? Po, thoshte, është vërtet. Po është vërtet që ti ke punu aty për interesat të kazinos? Po është vërtet. A është vërtet që çdo gjë që ti mund të kesh po me drejtë apo pa drejtë ke po për interes të kazinos? Po është vërtet. Pra, e nxirrja dal nga dal duke thonë që jo vetëm e zbusjet pranon të timit, por edhe vinte fajin për çdo lloj veprimi, ti vinte fajin kazino, si mos thot kazino nëse apo ka bë këtë gjë, po jo, ne edhe ne kemi heq nga puna. Edhe kur unë këtë e bëj, çfarë ndodhi? Avokati, këtë po them që duhet më pas kujdes Berisha. Ai vjen tash dhe kërkon që t'ja ndroj dëshmitarit vet, ta detyroj që të ndroj këtë narrativin, ta kthej prap atje. Mi po s'ka se ndro, se e detyrov unë thot këtë dhe do dalë rrën saksa në këtej, edhe filloj të bërtasi. Kur filloj të bërtasi dëshmitarit vet, edhe themon gjykatës thashun, po kalon masën, po argumenton me klientin, po argumenton me klientin e vet, po kalon masën, edhe dola unë në mbrojtje të klientit e vet, dhe gjykatës s'kishte çfarë bënte, e naloi ata. Tha, you have to stop, do të më ndalu. Ku e kam llafin unë, në qoftë se Berisha mund të jetë preferuar zemit djathtëve i Trumpit, edhe Rama mund mos jetë, por për interesat të ndryshme zemë që ka me Sezanin, Trumpi ndoshta e don tash në pozitat e qoftë dhe qoftë po bëjnë pazare që si kanë mbaru akoma. Ti nuk gëzon, Sali Berisha, dalë e të protestosh, se në humë neve ndoshta një shansë të madh, për arsye se Sezani s'do ta morë Trumpi me vete, aty do jetë, do bëhet një orë, do hiki njerëzit për ditë, një orë me merr të hiki nga Shqipëria deri në Kukës apo në Gjilano, Gjakov, po një orë të merr edhe nga Saranda, një orë do të na marrë edhe nga Vlora, me shku me qoftë do kemi lek në tokën tonë Sezan. Por nuk është ajo. Në qoftë se ne i bëjmë miq këto, ne jemi më të paprekshëm nga miqtë e tjerë në Ballkan. Kështu që pse s'është na i keqe as për ne, po pse i të bën dom vetës, se largon në qoftë se deri dje. Bëvë Trumpi të deshtë ty, do të largohesh prej ti se po i presh punë, po e nxjerr nga zyra, ose po e fokuson këtë protestat, e zemë që ose ti ke fuqi ta përzash, në momentin kur ai po bën pazar. Nuk ta falin ty ato, pse se i hydhen në koletën e tyre, në xhepin e tyre. Ndaj them, ne duhet kemi kujdes, nuk duhet i lejmë emocionet siç lejon emocionet më kontrollojnë mua, por edhe një herë, ta mbyllim aty ku nisëm, që në qoftë se miliona dollar paguhen vetëm për të dhënë një dorë për të bërë një fotografi me Donald Trump, kjo Sokolesha jon, kjo Shoto Galica jon, kjo Nën Tereza jon, Vojsava Osmani, ka po shumë pa dhona sa 1 cent. Inshallah dal nga dal, ne fillojmë të zojmë miq,
më të mëdhej edhe larg nga Ballkani se deri më sot ne kemi qenë miq me korporat, me këta kompani të mëdha, me këta çka quhet prandëri të mëdha. Bile edhe i kemi udhëheq, po s'kemi pas jo për vendin tonë, kemi shkatru. Tash inshallah bëhemi me të mëdhejt, po të paktën mësojmë të bëjmë për veten tonë. Sami Gjoka ju përshëndet.